Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka dërguar për gjykim grupin e trafikut të kokainës nga Amerika Latine në Shqipëri. Hetimi për trafikun e kokainës nisi pas informacioneve të marra mbi laboratorin e drogës në Frakull të Fierit, ku pranë banesës së ish funksionarit vendor Viktor Çervanaku u zbulua nga policia një sasi e madhe droge e llojit kokain prej 485 kg e fshehur në plehra kimike. Të pandehurit janë Aldi Zonja, Artion Çaushllari, Ismail Abdurrahmani, Yoser Ramos, Geis Sejfullahu, Clyde Birçe, Samuel Alfonso dhe Endi Sejdini, të akuzuar për veprat penale, trafikimi i lëndëve narkotike, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grup i strukturuar kriminal dhe grup i strukturuar kriminal. Grupi i trafikut ndërkombëtar të drogës dispononte një laborator të përpunimit të kokainës në Qerek të Krujës dhe 2 ambiente mbështetëse në Tiranë dhe Durrës. Nga hetimet rezulton se ata përdornin një biznes për të kamufluar trafikimin nëpërmjet kompanisë Alp Lëkur. Ky subjekt kreu një pagesë më 11 maj të vitit 2024 me vlerë $20,000 tek një firmë me vendodhje në Republikën Dominikiane, periudhë që porosit edhe një sasi prej 24 ton lëkurë gjedhësh. Me krip, ngarkesa e ndarë në 20 paleta u nis me destinacion portin e Durrësit me datën 17 korrik 2024 dhe një muaj më pas, dogana e Tiranës kreu veprime doganore dhe më pas ngarkesa u transportua drejt Mulletit në një magazin të përshtatur për ruajtjen e saj. Një muaj më pas, më 23 shtator, u morën informacione për nisjen e një tjetër ngarkese prej 24 tonësh që mbërriti në portin e Durrësit me datë 8 nëntor, për të cilën u pagua rreth $20,000 të tjera. Hetimi pati si indicie ndarjen e disa akteve nga hetimi i një tjetër çështje që mban datën 17 nëntor 2023 për një sasi lëndë narkotike që u kap me pleh kimik në Frakull të Fierit. SPAK ka dyshime që grupi kriminal mund të ketë nxjerrë drogë nga laboratori edhe për llogari të grupeve të tjera kriminale.